Derisa Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleanca për Shqiptarët po analizojnë përgjigjen e LSDM-s ndaj pikave të platformës shqiptare, përfshirë edhe rregullimin me ligj të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, njohësit e çështjeve juridike thonë se zgjidhja duhet të jetë e plotë dhe përmbajtësore për të mos lënë hapësira për interpretime të ndryshme siç ndodh me ligjin aktual për përdorimin e gjuhëve. Profesori Mersim Maksuti thotë se përdorimi i shqipes duhet garantuar si në të folur, ashtu edhe në të shkruar në të gjitha institucionet dhe jo të lihet hapësirë për keq interpretime, si në rastin e Kuvendit, ku përveç që nënkryetarit nuk i mundsohej drejtimi i seancave në gjuhën shqipe, probleme apo mos respektim të ligjit kishte edhe në materialet e publikuara nga institucioni ligjvënës. Njësoj, sipas ekspertëve, duhet vepruar edhe në organe tjera shtetërore, si në gjykata apo dhe në qeveri, ku pritet të ketë avancim në përdorimin e shqipes nga ministrat shqiptar. Domethënë, gjuha shqipe do të jetë gjuhë zyrtare dhe gjuha maqedone do të jetë zyrtare, e të barabarta me status dhe tretman të njëjtë në përdorimin e tyre, të barabartë në të gjitha institucionet e këtij shteti. Kështu do të promovojë më mirë, domethënë, e drejta e çdo qytetari që të shprehë identitetin e tij gjuhësor. Ndërsa sa i përket vërejtjeve të paraqitura nga kreu i LRPDSH-s Ziadin Sela, lidhur me emërtimin e ligjit si ligj për përdorimin e gjuhës shqipe dhe jo si ligj për përdorimin zyrtar të gjuhës së atij komuniteti që përbën mbi 20% të popullatës së përgjithshme, ekspertët thonë se një mundësi e tillë mund të kontestohet nga palë të ndryshme në gjykatën kushtetuese, andaj si variant rekomandojnë që paralelisht me termin 20% të theksohet në ndonjë formë se kjo zgjidhje i adresohet gjuhës shqipe, apo që partitë shqiptare të dalin me kërkesën për një ligj gjithëpërfshirës për përdorimin e gjuhëve. Unë do të preferoj që në Republikën e Maqedonisë të kemi vetëm një ligj i cili do të rregullojë çështjen e përdorimit të gjuhëve dhe ky ligj do të definohet ligji mbi përdorimin e gjuhëve në Republikën e Maqedonisë. Ligj i cili në mënyrë të saktë do të precizonte, në fakt do të zyrtarizonte gjuhën shqipe njësoj domethënë me tretman dhe status të barabartë si gjuha maqedone. Ndryshe, siç mëson Alsat, propozimi i LSDM-s për gjuhën parasheh përdorimin e shqipes në të gjitha nivelet e institucioneve. Shqiptarët do të mund në gjuhën amtare t'i drejtohen edhe atyre komunave ku nuk jetojnë si komunitet e të cilat brenda një afati të shkurtër kohor do të jenë të detyruara t'i kthejnë përgjigje në gjuhën e tyre.